Pra, unë e di që është shumë vështirë me perceptu se nuk ka namaz në Kur'an. Namazi është triku më i madh i hoxhallarëve, mi hipnotizu njerëzit, mi shti hipnozën kolektive. Unë e kuptoj se disot që kanë krijuar paranojen, paranojen e vdekjes, dhe kanë frikën e vdekjes duke mendu se atje gjenë qetësinë, atje i ka mashtru dhe i ka marrë shejtani. Prandaj, a ka zgjidhje për ta, keni me thonë? Po marr ka zgjidhje, puna me punu. Puna është ajo që njerin e bën xheneti. Se puna ti t'jep fuqi, t'jep furnizimet që ti ka caktu Zoti, se e t'u ja lip Zotit furnizimet, dhe prej asoj që ti Zotit furnizon, ta jep riskun, ti e shpenzon dhe bëhesh bamirës, dhe bamirësat e fitojnë xhenetin, dhe jo ata njerëzit që shkojnë në xhami dhe falen.